thot, 60 ditëshi fillon përmes vetë aktivizimit. S'ka nevojë, as nuk pritet, as nuk është e kërkueshme më tashmë nga deputetët, që të fillojnë zyrtarisht procedurën për zgjedhjen e presidentit. Sepse afati 60 ditor fillon vetë aktivizimin e tij vetvetiu 5 janar, 5 mars. Si deputet mund të veprosh, mund të mos veprosh, ta zgjedhësh, mos e zgjedh ditën e parë dhe në fundit as pak rëndësi ka. Por ama afati 5 janar, 5 mars duhet të vetë aktivizohet dhe duhet të shtjerohet. Çështje tjetër shumë me rëndësi dhe thelbësore për më tepër ishte rrëzimi i pretendimeve të kryeministrit dhe të 30 deputetëve parashtrues të kërkesës nga lëvizja vetëvendose se është detyrim i deputetëve që të qëndrojnë në salë. Kjo është kërkesë tjetër, të lutem. Kjo është kërkesë e parashtrohen nga kryetaria e kuvendit. Gjykata se ka trajtu këtë rast. Po kjo fare s'u trajtu. Mos spekuloni sepse po se pas këtë lexu kërkesën, unë mund ta kuptoj se ndoshta 3 orë më herët është publikuar në gjykim, është. Jo, lutem, nuk është çështje e ngritur. Po ju sipas këtë lexuar pretendimet e, a ke lexuar pretendimet e kryeministrit? Nuk di çka ke lexuar. Ai deputet parashtrues ti, në rastin në këtë rast. Ti mos u merr me çka bëj unë, por unë po të them çka. Ai di pretendimet e juaja zotëri. A i dini pretendimet e juja? Ju keni bo partia, ju s'ka bo fare komentat. A i dini pretendimet e juja? Lutem, mos spekulos sepse rasti zonjës Haxhiu nuk është trajtu ende. Nuk është trajtu ende. Ne na të folë për dekretin të po flet për aktgjykimin. Mujna me interpretu gjykimin. Na kena orë me folë për dekretin. A dini zotëri që ky aktgjykim i ka bashku 2 kërkesa. Kërkesën e kryeministrit dhe kërkesën 30 deputetëve. Po trega opinionet, jo mua. Po flas ty. Ti po thosh, lutem, mos spekuloj. Rën ju nuk pidini as sa keni shkruar. A ja ka shkruar kërkesën, dikush ha bëu ju e keni shkruar. A di çfarë pretendimi keni pas? Çfarë flet më ti kështu më? Si mund ta kualifikosh ti zotëri? Se pak më herët thej që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese konfirmoi shkeljen e nga konfirmimi pastër i shkeljes kushtetuese sepse nuk ka një dekret. Si mund bëhet një dekret? Zoti Qorolli. Si të bëhet një dekret? Pretendimin e lëvizjes vetëvendose. Sa afati rrjedh nga 5 marsi deri me 5 maj e ka rrezuar në tërësi, a ka rrezuar? Po dekretin është. Merru me dekretin. Sepse objekt shqyrtimi nga gjykata kushtetuese është dekreti. Pretendimet i kemi ngrit ne. Dhe unë po marr pjesë në hartimin e kërkesës. 2 kërkesave respektive. Dhe unë e di çka kemi shkruar dhe mos spekulo. Por ideja është kështu. Ne po flasim për dekretin. Atakimi i dekretit, lutem, veç pak. Këtë rastishin, këtë rastini dhe profesor. O dekretit, lutem. Por për më tepër, jeni profesor universitar. Me që jeni profesor universitar, ju e kualifikua, e morë përgjërsin ta kualifikore, që dekreti presidentës pje kushtetues. Të lutem, në momentin e lëshimit. Cila pika aktgjykimit e kualifikon si jo kushtetues dekreti presidentës? Invalidimi i dekretit është përse antikushtetues. Pika pare petitumit, thot të konstatoj që nuk prodhon asnjë efekt juridik dekreti. Çka është kjo? Kjo zeza mbi të bardhë, kjo stipulohet saktësisht që ky dekret nuk ka asnjë efekt juridik. Mos të prodhuarit efekt juridik nuk kupton që ai shkel parimet e rendit juridik rrugës. S'ka fare rëndësi shkëmbimi pikpamje sepse unë nuk jam politik. Pastaj ka bërë standard të ri që e ka stipuluar që çdo herë kur kuvendi është i konstitunt, lutem. Nëse jeni jurist po flasim si jurist. Jo, si jurist. Po për dekretin, lutem. Nëse flasim me radhë kështu, ju duhet merruni me dekretin. Jo, për sa do të dëgjojmë se bashkë keni më pas mundësi me dekretin. Përplas argumentet e juaja, vetëm përmbyllë se bëri këtë dekreti është kushtetues, ka qenë kushtetues dhe si i tillë. Pse u invaliduese? Dhe i si i tillë. Pse u invalidu? Për një arsye të vetme. Cili është? Sepse gjykata kushtetuese sot ka vendosur jo nga sa ka kërkuar lëvizja vetëvendose, as nga çfarë ka kërkuar presidenti. Te kalon kërkesën, sigurisht. Te kalu kërkesën. Gjykata kushtetuese sot ka vendosur një standard të ri për një arsye të vetme. Nuk i ka rrezu pretendimet e vetëvendosjes, ka vendosur standard të ri. Jo, për çfarë arsye? Për një arsye të vetme. Vet fakti kjo i subsumon të gjitha arsye. Nëse ke shkruar nëse ke shkruar ti unë kuptoj se gabimin hapa. Nëse ke shkruar kërkesën, ka marr pjesë atë ka rrezuar gjykata. Pjesë ka rrezuar gjykata. Sepse gjykata ne fitoria jonë pavarësisht pa triumfalizëm. Fakti që është invalidu dekreti dhe lejon vazhdimin e procedurës zgjedhjes presidentit, sepse ajo e ka shpallur të mbyllur.
Një pikë dekreti ka pas, shpërndohet legislatura, pse se ka shpërndohet gjykata? Pse se ka shpërndohet gjykata? Po të lutem çfarë, pse se ka shpërndohet gjykata? Pse se ka shpërndohet gjykata ku vend? Të lutem më shpak. Ka falë si 30 sekonda. Po nuk flitet kështu. Kërë pretendimi juaj ka qenë, të lutem. Vetëm përmbyllim, vetëm flitet kërë pretendimi juaj ka qenë është dekreti jo kushtetues për arsye se fillimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit ka filluar, ka nisur me 5 janar, do të mbyllet me 5 maj. Është rrezuar. Pritesh. Së dyti, pse e bëri gjykata kushtetuese këtë? E bëri duke thënë, ky rast është përjashtimor. Asnjëherë, thot gjykata, në të ardhmen. As siç nuk ka qenë të shkuar. Ka standard 3. Është e qartë. Asnjëherë në të ardhmen. Nuk do të lejohet më, nuk do të lejohet dekret. Nuk do të lejohet më. Falet edhe ka nevojë dekret dhe aty të përgjigjem. Thot nuk do të lejohet më që të tolerohet mosezgjedhja e presidentit në afatin 60 ditor, që ne kupton nëse në rrethana normale të funksionimit të mandatit kushtetues të presidentit të ri të zgjedhur. Okej, po kjo s'ka qenë kërkesa jonë. Fal. Dhe përveç ta përfundoj argumentin, nëse ka standard të ri në rregull, po diskrecioni me vendos si pozicion. Në situatë normale kushtetuese politike, presidenti i ardhshëm, i cili do të zgjedhet tani, do ta përfundoj sigurisht mandatin me 5 mars 2031. Gjykata thot me këtë akt gjykim. Me 4 prill 2021. E përfundon mandatin me 4 prill 2031, fal, po. Dhe gjykata thot në këtë akt gjykim. Presidenti i ri është i detyrueshëm të zgjidhet, të fillojë procedura për zgjedhjen e tij nga 5 janari 2031. Në rregull. E ka vendosur standardin. Po këtu pajtohemi këtu. Apo pajtohemi çfarë do të thotë duhet Po zhvillohet. s'ka qenë objekti kërkesës tonë. Bardhyl. Vlas që dekreti është i validuar, sepse kur të shpërndon governi argumentet e juaja. Bardhyl. Por pretendimi i vetëvendosjes është që presidentja ka shkel kushtetutën dhe, siç e tha edhe zoti Qorolli pak më parë, është fitore e lëvizjes vetëvendosje fakti që gjykata i jep edhe 34 ditë afat shtesë për zgjedhjen e presidentit të ri. Po, dashur të ripërsëris argumentet që u thanë nga kolegu paraprakisht, nga avokati që ju qëndroj që të gjithave dhe i pashtu mbështes, por nisem tek çështja e parë. Dekreti nuk është shpallë antikushtetues. Këtë duhet ta themi dhe besoj që këtu bashkë me kolegun Vigan pajtohemi plotësisht. Ju spajtohemi. Për kundër faktit që ky s'mund pajtohet, për kundër faktit që spajtohet është kushtetues, por nuk është valid. Po pajtohet. Jo, ideja është kështu. Kontesti ka qenë, kërkesa ka qenë që dekreti të shpallet antikushtetues. Pra që dekreti e ka shkel kushtetutën. Dhe as në arsyetimin, askund, por edhe sidomos në fond fare, nuk është konstatue në dispozitiv që dekreti është antikushtetues. E para. Këtë duhet të thonë qartë azi. Po të mos thoshte që s'ka efekt juridik, sigurisht që nuk do të mund t'ja jep këtë 34 diqin. Pra, fakti që thotë nuk ka efekt juridik, pa tjetër që është gjithë me elegancë, ani pse është një risi, goxha e çuditshme, do të jetë për debat. Mungoven pjesën e parë, do të jetë për debat në të ardhmen, por është e çuditshme. Ku e kanë gjetë? Si e kanë gjetë në doktrinën juridike, kjo është për tu habitur. Kreativiteti i gjykatës konstitucione po shkojnë përtej çdo imagjinate tonë dhe në rregull. Sidoqoftë, s'ka rëndësi. E rëndësishme është që për me shumë me jap ato ditë shtesë, sigurisht që do të më heq efektin. Se po mos ja hesin efektin dhe po të kishte efekt, do të shpërndaj kuvendi dhe nuk ktheheshin dot. Në tentativën e gjykatës, se si të mundsoj edhe një hade për hir të parimeve të përgjithshme kështu ashtu, si të mundsohet edhe një votim, e ka qartësuar katërcifrisht me aq sa e lexova, ne debatet do të vazhdojnë në VMC, po e ka qartësuar atë që tha edhe në kolegu më herët, që nuk shkelet dot muaji afati 30 ditor. Pra harrone që ndonjëherë në 12 natës çdo forcë politike ndonjëherë në minutat e fundit para se me hynë në 30 ditor. Reciprokisht 8 mëngjesit shpërndahet kuvendi dhe të invalidohet. Po, ta mbaj. Që 30 ditë, kur të futeni në afatin 30 ditor të fundit, 30 ditë e fundit të presidentit aktual, kjo nuk bëhet më kjo. Po, kjo standard i ri. Kjo standard i ri, është katërcifrisht, është konfirmuar. Tani, në lidhje me ditët shtesë. Vetë përjashtimisht në rastet kur kuvendi s'është i konstituar. Në lidhje me ditët shtesë. Këto ditë shtesë janë dhënë përjashtimisht dhe vetëm për këtë rast, nuk do të jenë zbatueshme asnjëherë në të ardhmen,
që është me rëndësi për të theksue kjo. Dhe e dyta, që paq me rëndësi, është që çështja e fillimit procedurës e 60 ditëshit dhe gjitha këto pretendime tjera, s'po di tash me thonë fatkesisht o fatmirësisht janë rrëzuar që të gjitha nga gjykata kushtetuese. Gjykimi i gjykatës kushtetuese është goxha shumë politik, më shumë se sa që është juridik, është politik, në rregull, nuk e ka trajtuar aq shumë dekretin në fakt në brendësi sa e ka trajtuar situatën, në frymën e gjetjes së një zgjidhje për situatën që gjendet Kosova, shumë mirë ka ofruar edhe një mundësi shtesë me udhëzime të qarta që as ka të drejtë më thirr në 3 votime, as ka të drejtë më thirr në kur fillon procedura. Jo, do në 3 raundet bëni, po ideja që a dodhin as dodhin. Pra ju keni kërkuar që pa u shtërruar 3 herë votimi, nuk konsiderohet që ne kemi ushtruar të drejtën e votimit për president. Dhe ajo është rrëzuar. Keni kërkuar detyrimin e deputetëve të jenë prezente në sallë. E keni kërku këta. Kjo është trajtu kërkesë, ose ka trajtu këtë pjesë, se ajo është një kërkesë e re e zonjës Haxhiu. E ka trajtu. I ka cituar rastet paraprake që trajtojnë. Rastin Paçolli, çat referencë ka një akt vendim për papranueshmëri në rastin thotë që se di çysh i referohet akt vendimit për papranueshmëri vetë gjykata, sepse është gjykim merita. 175, pra flet për mandatin e deputetëve, në cilën rikujton pra në cilën thotë që përcakton që deputetët si përfaqësues të zgjedhur nuk i nënshtron asnjë mandati detyrues. Absolut. Pra, dhe kjo është me rëndësi që ka qartësuar. Përgjigje që nuk dinë se ka 2019 apo thotë fatmirësisht që të dy palët kanë dalë fituese. Do me thonë, edhe lëvizja vetë vendosur me kërkesën e saj, ka arrit që ta qeli derën e kuvendit, por tashmë mos harrojmë se ka përgjegjësi shumë të madhe. Me afate strikte dhe gjithë kjo luftë që është bërë tash. Bani u keq përdor, pastaj është e çuditshme. Sanksione shumë janë zgjedhje, ja ka thirrsu punën edhe Albulena Haxhiut. Po, absolutisht, i ka lidhur duhet që të gjithëve që do me thonë ato që në fakt e ka thonë edhe presidentja, e ka thonë edhe presidentja në dekret, por sidomos në paraqitjen pas dekretit. Nëse kalendarikisht 29 prill, 30 prill nuk kemi president, shpërndahet kuvende dhe nuk ka nevojë ndërhyrje të presidentes, po ndërhyrja kolegu Bardhyl e presidentes në mënyrë arbitrare me shpërnda kuvendin ka qenë dhe është jo kushtetuese për shkak të invalidimit të këtij dekreti. Nuk e ka thonë gjykata, por fakti që e ka invaliduar dekret. Se ka invaliduar, ai kur sprovon efekt juridik, ku ka në rend juridik të shtetit, qoftë organ administrativ, qoftë organ kushtetues, që një akt nuk provon efekt juridik. Kjo është. Dëgjom. Mirë, na u pajtum që është formulim interesant. Çuditshme. Jo, është interesant. Unë jam politik, ti si je politik, dhe kjo është e rëndësishme për me thonë, shiko, po sanksionin çysh shkeljen kushtetuese, çysh e presupozon ti? Çysh e presupozon si sanksion, si kualifikuat. Jo, unë e është shkelje kushtetuese, çysh ditën e saj. Sepse unë e bëna kronologji. Unë e bëna kronologji. U konfirmua shkelja. Ju thoni që u konfirmua shkelja. U konfirmu sepse fakti që dekreti sa ju invalidu. Pse nuk e dërgoni gjykatën kushtetuese? Tash argumente edhe çka do të bëjë kushtetuese për shkelje. Për shkelje. Jo. Mos i kualifikoj shkelje. Po jo, ti çfarë? Ej, në mos bën sugjestion të lutem, se vetë po pyet vetë po përgjigj çka bëhen në plas provincës. Jo, po ne sot traditën presin Bileranin e parë në post mundësi me thon se cili ja ban gjithë, ha? Nuk thojnë pajiri, më falë më dhënë, nuk thojnë pajiri që fejë rresi më dhënë është i stërmbushun me avokat, me jurist. Edhe ai ka rroth. Edhe është më dhënë... rroth të Dantes është 8 apo? Ja, nuk i di për atë pjesë, po të më dhënë që me thonë që diçka është jo valide, po është kushtetuese, që kjo është konflikt logjik elementar. A mund është me thonë që diçka është jo valide, po është kushtetuese? Jo, ka gjëra. A mund është me thonë, ata nxjerr goja që çit formulim. Besoj që si avokat me thonë. Kjo është, a di pse çështja është shumë e thjeshtë. Le jam ishte përfundoj tash. Kjo është si me thonë e mira është e keqe. Kjo është konflikt logjik elementar. Nuk mund është me thonë diçka jo valide, po është kushtetuese. Prandaj nuk e di tash ti na mundem këtu me shit mjegull. Po kjo është e qartë që është si me thonë kundërshtim me kushtetutën, është antikushtetues. Është lexim i ngushtë. Nëse ju dëni me thonë që ajo është, më thonë, dekreti është jo valid, s'prodhon efekt juridik, por është kushtetues,
Nëse juve u anëzirë goja këto, në rregull është. Po është konflikt bazik logjik. S'munësh me thonë këtë gjë. Natyrisht që është në kundërshtim me kushtetutën dhe para se me thonë vetë gjykata, këtu në studio shumë prej nesh e kanë thonë që është e qartë që dekreti është antikushtetues. Me që pika më e rëndësishme sonte, që duhet mu thonë, tërëq, është që dekreti, kur është nxjerrë, ka qenë antikushtetues, ka qenë në përputhje dhe i bazuar në inatën mëni, për nuk ka pas, si me thonë, ankorim në kushtetutë. Qitohen thëtë, sot aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Tashti, na mundem me fol këtu, cila ka qenë arsyeja pse gjykata ka përdorur termin jo valid dhe se ka përdorur një term tjetër pse s'prodhon efekte. Këtë pjesë unë po alo juve, meqense pas këtë kështu një farë dëshire të skajsh me humor me gjuhë. Ka thonë, pro nuk përdon asnjë. Mirë, po është e zeza në të bardhë që dekreti i presidentes është antikushtetues. Pik. Tash ti na mundem me bëj gare këtu, mundem me fol. Nuk pëlqen edhe kjo është një rrymë veçantë filozofi që si më thon mendon që gjithçka qëndron në gjuhë. Na mundem me bë tash ti mundem me bë edhe akrobacione në gjuhë. Mirë, po është shumë e çon. Tash ti kjo pjesa tjetër për sa ditë, 34 ditë të këtë pjesë, unë mendoj që prej fillimit nuk është i kumgull ka, meqense është për një çështje shumë teknike. Për cilën si më thonë, nuk i kam thonë kur drejt vetës, më thonë, a du të 60 ditë, që për thotë vetëvendosja, a du 34, që është po propozën tash me gjykim gjykata kushtetuese, po diçka që është të qartë, e që du të më thonë. Dhe tani mu dalim edhe të pjesa tjetër, e të flasim që dekreti i presidentes është dhe ka qenë antikushtetues, edhe vjen gjithmonë prej faktit që ajo s'ka arrit mu bo president, edhe vjen prej natit. Okej, atë shkurt, unë po mundohem gjykata sot me vendimin e saj jap të drejtë kushtetutës e jo institucionit. Domethënë nuk jap të drejtë presidentes sepse ky vendim me leximin tim jo kaq i detajshëm sa e bën ekspertët e gjykatës ekspertët e kushtetutës, po mundohem ta interpretoj mbi këtë logjikë juridike edhe po themi edhe politike pse jo.